drita, do më thënë që mungonin, tokëzimi, gjeta dhe impjantin e ujit të shkatruar në një masë, do më thënë që unë e kam demonstruar, i kam kapur tubot si janë, dhe i kam nxjerrë, do më thënë, linjën e re të kohës, si që janë tani multistrad quen atje, nuk e di si quen në vendin tonë, për fatin e keq. Thuje që ashtu me tonën. Multistrad, po janë, do më thënë, më të mirat. Me shumë rruga, po. Po, nuk ndryshkan, janë kundra ndryshku të janë bashkohore. Do më thënë, në qoftë se unë gjej një shtëpi që i mungon siguria, është përgjegjësia imja sa e pash. Nuk mund bëj sikur nuk e pash. Jam përgjegjëse ta çoj në vendin e duhur. S'mund të thonë këto se më ke thonë unë jo, bëj, po jo. Unë e vend dieni që e pash, nëse më refuzon ajo problemi tyre. Unë e vend dieni që unë të shikoj që ty të mungon tokëzimi, sepse unë hap prizën, kur ti më jep një prizë të re për ta vënë, unë shikoj që aty janë vetëm 2 fije. I them, si ka mundësi kjo prizë, kjo shtëpi nuk ka tokëzim. Po jo, nuk e di, si nuk e di. Shkoj ke dera, gjej fijen e këputur në hyrje të shtëpisë, të pallatit. Fati mirë që e gjeta tokëzimin aty, sepse ndonjëherë nuk ke ku e gjen, do mundohesh të çosh linjën më larg e më larg. Po, për të arritur në linjë të pallatit, siç duhet, por që ishte fati jonë që gjetëm telin atje dhe e lidha. Domethënë, për mua punët më të vështira dhe atë që unë, për shembull, kam pat një punë, ka qenë në kohën që më keni thirrë ju për televizion, ziheshin, domethënë, familjet me familjen si shkonte uji brenda në shtëpi tjetrit. Dhe ai vinte te mu që jam femër, duke u refuzuar nga shumë murator, vjen te mu dhe thotë që ti duhet më bësh këtë pendencë se unë e di që ti e bën. Është njëri me biznes, janë njëri që kur më thotë, domethënë kur më flet, motra ime thotë për mu ti je një burnesh. Dhe unë duhet ngrija një pendencë jo më pak se 20 cm, ta kaloja ujë nga krau që i shkonte tjetrit, ta kaloja në kraun tjetër. A ditë kam rëshkitur, kam pret dorën shumë keq. Kam shku për ta qepur dorën, më kanë refuzuar spitali i Napolit, më kanë thënë këtu ku ke ardhur është për fëmijë, nuk mund ta lija punën, jam kthy me dorë të çar ekstrem, jo të çarje, dhe kam lidhur vetë me bluzën time, kisha një bluzë të gjatë, kam çar bluzën time vetë, i mora pjesën më të gjatë, e kam lidh dorën dhe kam punu me dorë të çar. Gjithë ditën deri në darkë, që dora duhet të shqepur. Domethënë, edhe unë nuk e pash se ndjeva dhimbje, Valon, sinqerisht. Shin puna për para. Valentin, sot i jep sigurin i jetë, domethënë, kjo punë që e bën ti. Si nga aspekti financiar, si nga aspekti shoqëror? Valon, mu më ka rritur kjo punë. Më ka rritur në karakter. Përballë shtetit italian, atje ku unë punoj, jam një grua që boll të ndalësh në një komisariat thush kjo zonja, direkt do thonë është një muratore, kemi shumë respekt. Njohen atje, po. Po, mu më bën shumë